Kandidatët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës në garën për kryetar komunash kanë shpalosur vizionet e tyre për zhvillimin lokal duke vendosur theksin në shëndetësi, kulturë, mirëqenie sociale dhe afrim me qytetarët. Në Mitrovic, Qazim Namani ka theksuar se angazhimi I tij do të bazohet në fuqizimin e zërit të qytetarëve, në çdo vendimarrje dhe në krijimin e një vizioni të ri për komunën, ku pjesëmarrja dhe përfshirja e qytetarit të jenë themeli I qeverisjes. Në isto, kandidati Ug Blaka është zotuar për përmirësimin e shëndetësisë duke rritur kapacitetin e stafit mjekësor. Premtoi se do të ofrohen shërbime të plota brenda komunës dhe u zotua për vendosjen e ambulancës mobile për fshatrat me pak banor. Në Pej, kandidati Ali Berisha ka vënë në plan të parë ringjalljen e kulturës, duke synuar funksionalizimin e teatrit dhe kinoteatrit të qytetit, kthimin e tyre në shërbim të komunitetit dhe rikthimin e festivaleve që I kanë dhënë emër Pejës në skenën kombëtare dhe ndërkombëtare. Ndërsa në Rahovec, kryetari aktual që synon edhe një mandat tjetër, Smajl Latifi, ka premtuar reforma të thella në sektorin e shëndetësisë, që nga modernizimi I shërbimeve stomatologjike, trajnimi I stafit mjekësor, pajisja e qendrave me aparatura të reja EHO. Kur kultura sot. Teatri I Stret Begulli, teatr me renome. Kur ka qfaqe, një kohë edhe 6 përmjera në vit, u qfaqe në teatr. Sot kush, I mbyllur, s'di sa herë renovohet, s'di sa herë të nderohet, prap për prap. Nuk u dojmë ashtu. Ku e kem kinoteatr? Ku I kem trit që ka nevojë për kinoteatr? Shumë normal që trit ka nevojë me këshyrë qfaqe, me këshyrë filma, muare këtu, ma mirë është me konë teatr, e kinoteatr, se sa dikon tjetër. Po që ka me bëhë kur nuk funksionoj. Shëndetësia është një prioritet I lartë në komunën tonë. Prandaj kemi planifikuar investime të shumëanshme, që shërbimet shëndetësore në komunën tonë të përgjigjen maksimalisht nevojave të qytetarëve tanë. Që nga modernizimi I shërbimeve stomatologjike, shërbimeve të diagnostikës, trajnimi I stafit mjekësor e deri te zgjerimi I shërbimit shtëpiak janë vetëm disa prej masave konkrete e serioze që do t'i ndërmarrim. Do ta pajisim çdo qendër mjekësisë familjare me aparate EHO, do të krijojmë databazë për ruajtjen e analizave, do ta digitalizojmë menaxhimin e radhës e do t'i digitalizojmë autoambulancat e përmes digitalizimit do të arrisim edhe inkasimin e mjeteve financiare. Do të zgjerojmë listën e esenciale të farmave, do t'i subvencionojmë mjekët e rinj dhe do të punësojmë çdo mjek të diplomuar në komunën tonë.